Mohamed Çangeli vitet e fundit morët pjesë në kampionatin evropian shtetet vogla, që është zhduar në Monaco dhe u renditet në vendin e dytë në garën e kërcimit së gjatë. Besoj që është kënaqur vetë Mohamedi me medaljen e argjend. Është kënaqësi shumë e bukur për me pas një medalje në kampionatet kombëtare të vogla të shteteve. Është edhe arritje deri diku për mua, sepse kam pas një farë shpujtje të vogël nga dëmtimeve dhe nuk kam mujt të jap rezultatet që kishim mujt për më tej. Duket që po kalon në momente të mira këto kohët e fundit me disa rezultate shumë të mira të arritën në garën e kërcimit së gjatë. Ka një vit i mirë dhe i suksesshëm mund të thojmë, me arritje goxha të mira këtë vit, por shpresojmë të kapim edhe më shumë. Jeni aktualisht atleti me rezultatin e tretë më të mirë në historinë e kërcimit së gjatë. Po, besoj që ju motivon për të bërë më mirë në të ardhmen. Është një motivim shumë i mirë, thonë drejtën, si për mua dhe për profesorin tim, që kena kap këtë arritje, sepse është mumi i shumë viteve që kena bë kërcimin e zgjatit dhe të shpresojmë të shkojmë për më lart. Çfarë synon Mohamed Çangeli në garën e ardhshme? Gara e ardhshme synoj për me arrit një rezultat shumë më të mirë se 73-shi. Natyrisht edhe kampion i Shqipërisë pas pak vitesh. Normalisht. Dhe do të synon edhe medaljen në garat ndërkombëtare? Kishte kanë një gjë shumë e mirë për mua, edhe një arritje e madhe sidomos për vitet e sportit që kam bë, për kërcimin e zgjatit që kam dhënë, por të shpresojmë se jo. Faleminderit. Faleminderit.